Shikues të nderuar, me rastin e festës së 8 marsit, kemi dalë të intervistojmë disa qytetarë. Si do ta kalojnë këtë festë dhe do ta festojnë 8 marsin, intervistat në vazhdim. Mirë dita? Mirë dita, ka përshkon me shnet? Ku s'pata? Jo, jemi nga televizioni dhe jemi të bëjmë intervistë për festën e 8 marsit. Po, pjo shoqeri nga televizioni. Dështëm të bëjmë një intervistë për festën e 8 marsit. Si do të kalën në këtë festë dhe sa i respektojnë gjinia mashkullore dhe sa keni të drejtë. Këtë festë dhe ta kaloj si të na herët. Edhe gjinia mashkullore më respektojnë mu ma shumë sekret. Ku për do me i qik respekt matë se si dalën rrugë për shambull kës. Njoni. Qetri. I love you, Njoni, të dua qitri, shqip anglisht, hajgara. Si për shambull, a keni frajer ju? Orna? Frajer, a keni të dashu? Jo, kam pi gipsit një, këj ka e do në qik, sa mirë koke, haj se shino. Mirë dita, haqë. Mirë dita. Jemi nga televizioni, për festët 8 marsit dëshëm të bëjmë një intervistë me ty, bënëm një intervistë me disa persona në moshën të rej, dëshëm edhe një intervistë në moshën tuaj. Qa mendoni për 8 marsi? 8 marsi, po pasha zotën më kujtohet 8 marsi është dita grave. Po na këtu një herë ma shumë e kem pas ditën e gjumasi, ditë shenjtë se 8 marsin. Veç më kujtohet edhe për 8 mars, bleshëm dësene, i qeshëm shpije, i gëzëshëm grate, fëmijët e tonë, i gëzëshëm shpije që besa. Edhe 8 marsi, edhe ne plesht pashamigjen këtu një herë ka pak e kemi festuar, ne kemi majtë, mas me një veç ju, veç ne majtë shumë mrena në shpi, e ju të rrit ashtë pa dilni jashtë, po dilni në për vene publike, po dilni në për kafene, po dilni në për restorane, gjithë ka pëmani. Qëfar drejtë menon që ka gjinia femrore? Drejta? Po. Po, pashamigjen, na këtu një herë nuk i kem pasën, këtu si kem qitë në kanarë këtu sa nëse kem di që burri është aj kryesori. E ta që ndalë këgja në kanarë, po mu më vjen keq pashamigjen që ka pëshu ajo në grave ka shku ma nëllë sa unë burrë. Burrat kanarë burnis, s'ka mu heqja, s'ka me të